Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in, ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Falendrimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun e falendrojmë, Allahun e adhurojmë, Allahun e madhërojmë. Salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Të dashur vëllezër, të nderuara motra për hir të Allahut azza wa jall, masi që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe vetë se u bën 3 ditë agjërim të muajit të Ramazanit, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që agjërimit na e pranoj, prej të devotshmive neve Allahu të na bëj Jannatul Firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu të na bashkon e të na takon. Lusë Allahun që këtë agjërim Allahu të na i pranon. Lusë Allahun që na mundson deri fund Ramazanin të agjërojmë me plot ibadete, devotshmëri, sinqeritet. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu gjunahet të na i pastroj. Allahu prej xhenetlive të gjithë neve juve të na bëj. Vëllezër, Ramazanin e kemi agjëru, e agjërojmë dhe do të agjërojmë. Mirë po, shumë njerëz dhe ajo si pyetje që mund të lindet te ne është pse agjërojmë Ramazanin, çka fitojmë nga agjërimi i muajit të shenjtë të Ramazanit. Pse agjërojmë Ramazanin? Çka fitoj unë si njeri, si krijesë? Dikush nga ignoranca, xhahiljeti i do të thotë kjo është një mundim për mu, unë ri unët pa ngrënje, pa ujë, pa bukë. Mirë po, nuk e di çka do ndodhe me mu edhe çka do të fitoj unë prej gjithë kësaj. Vëllezër, mirë është të dimë se çka fitojmë nga agjërimi i muajit të shenjtë të Ramazanit. Por shkak se është shtylla e 4 e fesë islame dhe ne i përkesim fesë islame dhe ne jemi musliman. Masi që është shtylla e 4 e islamit dhe si adhurim për adhurimeve më të rëndësishme, ja se çka fitojmë ne nga agjërimi i muajit të Ramazanit. Ne fitojmë takvallëkin, ne fitojmë devotshmërinë dhe kjo është bashkë qëllimi kryesor që ne fitojmë nga agjërimi. Ne agjërojmë se fitojmë devotshmërinë. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kema kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët besuat, u është bërë obligim juve agjërimi i muajit të Ramazanit, ashtu siç ishte obligim për ata që ishin para juve, pse që të jeni nga të devotshmit. Çka është devotshmëria? Çka është takvaja? Dhe pse ne e fitojmë takvan? Po si pyetje e dytë çka lind? Çka fitojmë ne nga takvaja, nga devotshmëria? Cila është fajda, dobia që ne do ta kemi nga devotshmëria? Takvaja është të vendosësh një mburojë, një barierë mes teje dhe mes zemrimit të Allahut. Takvaja është an taj'al bejneke wa bejn Allah el-wiqaje, të bësh të vendosësh mes teje dhe mes Allahut një mburojë. Si vendohet kjo? Atë mburojën si e vendon? Që mos të arish hidhrimin e Allahut dhe mos të dënohesh pastaj. Hidhrimin e Allahut e arin duke i realizuar urdhrat e Allahut dhe duke u larguar nga daleset e Allahut. Kush urdhrat e Allahut i realizon dhe u largohet ndalesave të Allahut, ai është njeri takwa. Pse i thuhet në gjuhën arabe ittaqillah, ki e frikë Allahun? Kur e këshillojmë një tjetrin me frikë dhe i themi friksoju Allahut, do të thotë o ti njeri, përmbaj urdhrave të Allahut dhe largoju harameve, largoju gjërave të këqija. Përmbaj urdhrave të Allahut, realizoj urdhrat me të cilët e ka urdhruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është gjëja e parë. Po
si prodhohet, nëse mund të themi gjuhën shqipe, takuaja nga agjërimi? Si ndodh takuaja? Si prodhohet? E le ushqimin halal. Që të lejohet buka, uji, pijet halal, lloje të ndryshme, po ti e len, nuk han. Pse nuk han? Vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Allahu ta ka ndaluar ngrënien, ushqimin, hajën dhe pijen prej imsakit deri në akşam. Edhe gjithë këtë halal, ushqim, hajë dhe pije, ti e le për hir të Allahut subhanahu wa taala. Mëson vetë kontrollin. Edhe kur askush nuk qeh. Edhe kur askush nuk qeh, ti mësohesh ta vetë kontrollojsh vetin tënd. Forcon ndjenjen e mbikëqyrjes hynore. Thash, ti mundesh të hash të pish në shtëpi, askush nuk qeh. Del rrugës, i agjerushët, agjeroj une. Askush se di, është një gjë mes teje dhe mes Allahut subhanahu wa taala. Ama, për mes agjerimit çka, ti e forcon mbikëqyrjen hynore, e din se Allahu të sheh. E din se Allahu të mbikëqyr. E din se Allahu e din për ty se ti agjeron as agjeron dhe për kë ti agjeron. Gjëja e dytë, falja e mëkateve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush agjeron Ramazanin me iman, me besim dhe me shpresë për shpërblim, ati i falen gjunat. Kush agjeron Ramazanin me iman, me besim, se Allahu të ka urdhru. S'ka urdhru dikush tjetër, ti gjithë ato haj e pi halal që ka i le, nuk i le për ti këtë tjetër, ti i le për Allah. Edhe ti këtë e bën me iman, me besim, agjeron Ramazanin, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. E plus me shpresë se për këtë agjerim, shpresa jyte çka është? Se Allahu ty do të shpërbleje. Çfarë shpërblim? Ka thënë Allahu në hadithin kutsi, agjerimi është për mu dhe unë e shpërblej robin tim. Çfarë shpërblim Allahu ka përgatitur për robin e ti, askush nuk e di për agjerusin. Askush nuk e di. Për shumë adhurime Allahu ka tregu, do shpërblesh me këtë, do shpërblesh me këtë, do shpërblesh me atë. Ama për agjerimin nuk e di. Pse? Pra na pret një shpërblim i madh që vetëm e din Allahu subhanahu wa taala. Kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i përfshin mëkatet e vogla. Kush agjeron Ramazanin me iman dhe me shpresë, ati i falen gjunat, bëjt fjalë për gjunat e vogla. Ndërsa për të mëdhat, kërkohet pendim taube. Kërkohet që të pendohet tek Allahu subhanahu wa taala për çdo mëkat gjuna i madh që i ka bërë. 3. Shpërblim i veçantë, i pa kufizuar, si shtam që askush nuk e din, e këtë ti e fiton nga Allahu subhanahu wa taala. Këtë e fiton nga Allahu azza wa jall. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala hadithin kutsi: "Kullu amal ibn Adam lah illa sawm." Çdo vepër e birit Ademit i takon atij, përpos agjerimit ajo është e imja dhe unë shpërblej për të. Unë shpërblej për të. Shpërblimi i tij nuk ka kufi të përcaktuar. Andaj mos haro këto ditë që ti agjeron, këto ditë që ti i kalon unët, i uritur, i len gjërat e lejuara se Allahu të ka urdhru, mos haro se ty të pret një shpërblim tek Allahu që vetëm Allahu e din. 4. Allahu ka bërë 8 dyrë në xhennet. Xheneti ka 8 dyrë. Dhe në xhennet do të futen në xhennet prej 8 dyrëve sipas meritave që i kanë. Dera e namazit, dera e zeqatit, dera e prindërve, dera e agjerimit. Rejjan.
Nga kjo derë nuk do të mundën të futen në xhenet përveç se agjerusit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, vërtet në xhenet ka një derë, yuqalu laha Rayyan, kjo derë thiret, emrin e ka Rayyan, la yadkhulu minhu illa as-saimun. Përmes kësaj dere, ose nga kjo derë, nuk do të futen në xhenet përveç se agjerusit. Kur të hyjnë agjerusit në xhenet përmes kësaj dere, atëherë do të mbyllet kjo derë, dhe kur të tjerët do dëshirojnë të futen, nuk do ta kenë mundësinë. Allahu na boft nga ata të cilët do të futemi në xhenet përmes kësaj dere, derës Rayyan. E kjo, normal kjo është një nderim i veçantë për agjerusit. Allahu i nderon agjerusit me këtë nderim të veçantë. 5. Ndërmjetësim në ditën e gjykimit. Në ditën e gjykimit, agjerimi dhe Kur'ani do të bojnë shefat, do të ndërmjetësojnë për atë që ka agjeruar Ramazanin dhe për atë që ka lexuar Kur'anin. Ramazani do të bën shefat, ndërmjetësim. Çka do thotë? O Zot, ja ndalova ushqimin, ja ndalova dëshirat gjatë ditës, prandaj më lejo që të ndërmjetësoj për të. Ramazani do të flasë në ahiret. Do t'jetë shoku yt i afërt ose armiku yt. Nëse ja ke dhënë hakun Ramazanit dhe ke merituar shefatin ndërmjetësimin e Ramazanit, Ramazani do të bën ndërmjetësim për ty në ditën e ahiretit. Do thot, o Allah, e pengova nga ushqimi, nga haja, nga pija, nga knacit, andaj fale xhenetin, bëne për xhenet live. Çfarë nderi të veçantë që Allahu subhanahu wa taala u abon agjerusve, dhe në këtë mënyrë Allahu do t'i mbrojë agjerusit nga vështirësitë e asaj dite, që nuk ka ditë që ka vështirësi më të mëdha se ajo ditë. Nuk ka ditë që ka vështirësi më të mëdha se ajo ditë. 6. Çka fitojmë nga xherimi? Lutjet na pranohen. Duat na bëhen kabul. Lutjet na pranohen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lisaimi da'watu la turad. Agjerusi ka lutje që nuk i refuzohet. Agjerusi kur e lut Allahun, nuk i refuzohen lutjet atij. Para iftarit, gjatë agjerimit, natën e Kadrit. Pra, Ramazani është një sezon e artë për dua dhe pranim të lutjeve duave. Është një sezon e artë, Allahu lutjet i pranon çdo herë, por janë momente të veçanta kur Allahu subhanahu wa taala i pranon lutjet. Para iftarit, gjatë agjerimit, po gjithashtu edhe në natën e Kadrit. Çka fitojmë? Shumë fishim i shpërblimeve me agjerimin e muajit të Ramazanit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men jaa bil hasana falahu ashru amthaliha. Kush e bën një vepër, një punë mirë, ai ka deri në 10 fish. Pra i shumë fishohet, veçanërisht në muajin e Ramazanit. Një sadaka, shumë fishim. Një jetë, shumë fishim. Një namaz, shumë fishim. Një lutje, shumë fishim. Një vepër e mirë, shumë fishim. Pra, në muajin e Ramazanit, shumë fishohen veprat për të cilët ne kemi nevojë si robërt Allahut azza wa jall. 8. Fitojmë se gjatë muajit të Ramazanit Allahu na largon nga zjarri i xhenemit.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bi dhalika al-yawm wajhahu 'ani an-nari 70 kharifa. Nuk ka një rob që të agjeroj një ditë fi sabilillah, pra për Allah, e të mos ja largoj Allahu ati ftyrën nga zjarmi i xhenemit 70.000 vite. Vetëm pse e agjeron një ditë fi sabilillah. Këto bëhet fjalë për agjerim vullnetar. E çka nëse agjerimi është obligativ, si që është Ramazani? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sinan. Toi? Majid. Majid, ok, merci Majid. Si përfundim vlezër për hir të Allahut, çka fitojmë nga ky muaj i shenjtë i bekuar i Ramazanit? Me Ramazan zemrat i pastrojmë. Halli i zemrave tona ka nevojë për pastrim shumë. Shumë janë dytë me harame, me gjuna, me mendime të mëdha, me kibër, me ndjemasi, me xhelozi, me urrejtje, me mendime të liga të këqija. Me agjerimin e muajit të Ramazanit do këtësohet shejtani, djalli, armiku me i mathi njeriut. Ne forcojmë lidhen me Allahun subhanahu wa ta'ala gjatë muajit të Ramazanit. Ne edukohemi dhe përmisojmë karakterin, sjelljen tonë gjatë muajit të Ramazanit. Bohemi më të mirë se sa që kemi qenë. Ne bohemi si robër më të përrullur para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra Ramazani vlezër nuk është vetëm ndryshim orari, por është ndryshim jete. Ata është mundësia, momenti që ta ndryshojmë jetën tonë, të ndryshojmë ditët tona, ta ndryshojmë të ardhmen tonë, të jemi më mirë se sa që kemi qenë, dhe raporti ynë me Allahut të jetë më i fortë, më i mirë. Kështu që pas Ramazanit të mos mbetemi në atë gjendje në të cilën kemi qenë para Ramazanit, si që dini, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hipi në mimber për ta majtur khutben e ditës së Gjuma, e ndëgjuan sahabët me zot e lartë duke thënë amin, amin, amin. Masi kryti pejgamberi sësë me namazin, i thanë ja Rasulallah, dëgjum, pam, diçka që ti se ke bo kur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma ardhë Gjibrili alaihi salam dhe më tha, qofti humbur ai i cili e ka arritur Ramazanin dhe nuk e ka fituar xhennetin. Tha amin dhe thash amin. Qofti humbur, pra kjo është mallkim dhe lutje prej Gjibrilit dhe Muhamedit kundra çdo kujt që e ka mri Ramazanin, s'ka arrit ta fiton xhennetin. Tha amin e thash amin. Qofti humbur, tha, ai që i ka prindëri gjallë dhe nuk arrin ta fiton xhenetin. Tha amin e thash amin. Dhe qofti humbur, tha, i cili kur përmendesh ti o Muhammed nuk çon salavat. Tha amin e thash amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I humbur është ai i cili e ka arrit Ramazanin dhe se ka fitu xhenetin, sepse mundësia për ta fitu xhenetin është shumë e madhe. Mundësitë janë shumë të mëdha. Vetë ambienti, atmosfera, shikoni, gjithë çka ndryshon. Ma shumë prezencë, ma shumë vlezër, ma shumë energji, ma shumë dashuri, vullnet, motivim për namaz, agjerim, dhikr. Pra mundësia është e madhe për me fitu xhenetin me lehtë Allahut te bareke ve teala. Për xhenetlive Allahu na boft. Allahu në xhenet, në xhehenem mos na qoft. Xhenet me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam na bashkoft. E qoft fjala jonë fundit këtë dynja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.